Banorët e Bakseriut kanë dalë këtë të shtunë në një protestë, aty u bashkuan dhe qytetarë nga zonat e tjera të Shqipërisë. Banorët hidhin akuzën e shtetit për pronat, sjelljen e forcës të policisë. Gjithashtu u bë thirrje shqiptarëve të bashkohen në këtë protestë, pasi theksuan se po mbrojnë të drejtën e tyre. Prezenca nga gjitha trojet e shqiptare tregon që kjo është një flak që nuk është vetëm e Riollit. Riolli ka bërë një gjë të veçantë sepse ka bërë një rezistencë të mrekullueshme mahnitse për gati 3 muaj tashmë. Por ka bërë një rezistencë për të mbrojtur drejtën e vet. Ka bërë një rezistencë për të mbrojtur amanetin e të parëve dhe detyrimin që i kemi gjithsecili prej nesh bijve tanë. Ne si që shikoni aty po punohet me ritme të frikshme, po punohet sepse po lejon policia shtetit. Ne jemi në procedura, në gjykata, në prokurori, presim akoma nga prokuroria Shkodrës që të dali me një vendim, sepse po hetohet për mbase një viti ato letrat e falsifikume që ne kemi dërguar, që ju kemi thënë që janë falsifikume, dhe po presim vendimin e prokurorisë për të parë pastaj se si do vazhdojmë në gjykatë, për të parë ato aktet e ekspertimit që ata duhet i sjellin, dhe shpresojmë shumë që ato aktet e ekspertimit të jenë korrekte, sepse ne kemi avokati e ka paralajmëruar dhe ne jemi të gatshëm të vazhdojmë me ekspertiza ndërkombëtare nëse këta arrin të blejnë gjithë ekspertët shqiptar, ne jemi gati që të vazhdojmë me ekspertiza ndërkombëtare, sepse pronën tonë nuk do e lejojmë askënd që ta zaptojmë. Sot banorët e Riollit janë heroi im. Janë një shembull për mua, për shumë njerëz që duhen ndjekur se si bashkëpunojmë atë dheun nga kjo klasë politike oligarke që ka zaptuar gjithë Shqipërinë. Detyrën që duhet ta bëjë policia, po e bëjmë ne. Ne vim nga jugu. Tu ke jo vetëm nga brendësia e jugut, po ke edhe ma ta deri në fund, edhe nga kolonja kanë ardhur sot. Policia e shtetit është shndruar në policinë e mafjes. Kjo është një diçka faktike, nuk ndodh të policë të thjesht, ndodh të shumica, kur thëmë shumica, jo të gjitha, të shumica e kupolës e policisë së shtetit, duke filluar nga inspektora, duke filluar nga drejtora, nën drejtora. Dhe kjo është e vërtetuar me 4 CPS si me Sky, ECC, si me raporte ndërkombëtare, si me arrestimet që ju bën SPAK çdo ditë. Prandaj një thirrje vjen nga zemra që mos u bëni pjesë e murit të turfit, se një ditë Shqipëria do rilind për zvërteti, jo si kjo rilindja madhi, si kjo rilindja djallit, që i shërben djallit. Dhe atëherë do ndërtohet një muri madh, muri i turpit. Dhe që ju, mos të lini fëmijëve tuaj, emrin e turpit, jeni sot pa një fakti që të refuzoni të jetoni me dinjitet. Qofse ti mohon pronën dikujt, i ke mohuar një koksisht atë dheun. Kjo është një luftë shumë e madhe që po bëhet kundër kombit ton. Dhe problemi nuk është vetëm i Riollit. Unë jam nga Dukati i Vlorës. Vi nga një familje me nga më të pasurat, po s'çënd si ka pasuria. Edhe një kasole të kisha, nga të trashëguar nga parët e mi, do bëja po këtë të njëjtën rezistencë. Problemi juaj dhe problemi gjithë shqiptarëve nuk qëndron a ka dokumenta, a keni apo s'keni dokumenta, mbasi unë jam një nga ata njerëz që kam të gjitha dokumentat dhe pasuria edhe pronat edhe toka e të parëve të gjyshit tim nuk më njihet. Avokati Ndue Pietra paralajmëron se tokat e shqiptarëve janë në rrezik. Tokat e gjithë shqiptarëve janë në rrezik. Nëse Riolli do përmbyset nga kjo qeveri dhe nga këta pushtetar, atëherë na nuk do të ketë ma asnjë të drejtë, asnjë qytetar në Shqipëri që të kërkojnë pronat e marrëna nëpërmjet forcës pushtetit. Nuk jemi në vitin 1997 që këto parti kërkuan që të luftojmë veri kundër jugut, jugu kundër veriut, dhe sot jemi për të bërë thirrje gjithë që të jenë të gatshëm të vinë dhe të solidarizohen për këtë situatë, sepse situata nuk është normale. Mund të agravojnë në veprime të rrezikshme. Unë ju bëj thirrje që çdo shqiptar ta ketë vëmendjen tek Riolli, ta harxojë një ditë në çdo rast që ka protesta, sepse do jenë për të mirën e gjithëve. Prej rreth 3 muajsh, banorët e Bakseriollit janë në protestë duke kundërshtuar ndërtimin e një resorti në zonë.